Kosovë po ndodh diçka që nuk ka qenë më herët. Dikur njerëzit kanë vrapuar për zyra shteti. Tash njerëzit nuk po vrapojnë për zyra shteti mos i dikur. Dhe sektori privat është ai i cili po e thith kuadrin gjithnjëma cilësor në vendin tonë. Kjo është e para sfidë shumë e madhe. Me sistemin dual jemi duke u përpjekur që të bëjmë më të mirën e mundshme. 16 profile, po jashtojmë mandatin arshëm edhe 10 profile të tjera. 23 shkolla profesionale në 17 komuna, dikunja 2600 nxënësa i kanë kry këto përzanate, dhe po dëshirojmë që të kemi sa më shumë edukim të fuqisë punëtore. Pra është e rëndësishme që fuqia punëtore të edukohet, se një fuqi punëtore... Do të përfundojmë privat pastaj nëse? Po përfundojmë privat, po organizohen sindikata. Kur fuqia punëtore është më e edukuar, edhe edukimin e ka marrë nga shteti për profesionet, e jo vetëm nga privati ku punon në zanat, atëherë gjasat janë shumë më të mëdha për më organizuar sindikata. Neve dy gjëra na vijnë përveç kësaj që të kemi sa më cilësor inspektoratin e punës së tregut. E para është na nevojitet që të organizohen sindikatat, dhe kjo është një debat i madh. Mund të them që nuk janë forcuar sindikatat në vitet e fundit. I keni sulmuar edhe ju disa nga to? Zbashkuna? Po, zbashku është sindikate madhe, zoti Kurti, ka antarësi të madhe. Konkretisht kryetarin e zbashkut, që është se një 20 vjet aty. Po, nejse, kjo është një debat tjetër. Që ka dhe tjesh për një kohë gjatë në krye sindikatës, ka lëzën pestikri ndaj antarësisë tënde, zoti Kurti. Jo,